Në një prej hetimeve më të rëndësishme të vitit ndaj korrupsionit dhe krimit organizuar në Shqipëri, prokuroria e posaçme ka zbuluar manipulime sistematike të tendrave të Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, AKSH-i, duke çuar në akuzë për shkelje të barazisë në tendra, manipulim, pengmarrje dhe pastrim parash, që përfshin 10 miliona euro nga buxheti i shtetit. Dosja e SPAK pretendon se një grup i strukturuar kriminal, ku përfshihen emrat e Ergjys Agasit, Ermal Beqiri, drejtuesja AKSH-it Mirlinda Karçanaj, zëvendësja Hava Delibashi si dhe figura të tjera, manipuluan sistematikisht procedurat e prokurimit për përfitime të paracaktuara në tendra publik në vlera që shkojnë në miliona euro. Hetimi identifikon se kompanitë e preferuara, të kontrolluara ose të lidhura me këtë rrjet, siguruan tendra kryesisht të teknologjisë, madje edhe duke dyfishuar kostot e kontratave dhe duke eliminuar konkurrencën reale. Në një prej skemave më të çuditshme dhe flagrante të zbuluara në dosje, është përdorimi i faturave fiktive për produkte ushqimore, si mjet për të justifikuar qarkullimin e fondeve publike. SPAK dyshon se kompanitë Soft Solution dhe Fastech, pretenduar si fituese tendrash në fushën e teknologjisë së informacionit, kanë përdorur faturime nga një subjekt tjetër, Mega Distribution, për blerje të çokoladave, biskotave dhe produkteve të konsumit, me një total mbi 10 milion euro. Sipas akteve hetimore, këto transaksione duket se nuk kishin bazë ekonomike mes kompanive të teknologjisë dhe distributorit të ushqimeve, duke ngritur dyshime serioze për përdorimin e faturave, si mjet për pastrim parash dhe transferim të fondeve publike me origjinë të dyshim. Një nga kapitujt më dramatik të dosjes lidhet me pengmarrjen e biznesmenit Geron Meçe, një nga konkurrentët në procedurat e tendrave të AKSH-it. Hetime zbardhin detaje alarmante se Meçe u rrëmbye nga persona të armatosur me uniforma të ngjashme me ato të policisë ose byros kombëtare të hetimit, duke i vënë një kapuç mbi kokë dhe duke çuar në një zonë të izoluar, ku ju kërkua me kërcënime fizike që të tërhiqej nga çdo ankimim në Komisionin e Prokurimeve Publike, lidhur me procedurat ku kompania e tij konkurrente kishte pretenduar shkelje. Në dëshminë e tij Meçe sqaron se përgjatë pengmarrjes, grabitësit nxorën armën dhe e kërcënuan drejt për drejt, duke i thënë se nëse nuk bashkëpunonte, do të përballej me pasoja serioze. Madje ju kërkua dhe pasuardi i telefonit për të parë çështjet e tendrave që ai kishte kontestuar. SPAK po heton se pas kësaj pengmarrje, Meçe është detyruar të hiqur nga ankimime dhe të dalë nga gara e tendrave, duke favorizuar procedurat që pastaj kanë fituar kompanitë e lidhura me Agasin dhe Beqirajin. Në dëshminë e tij parahetuesve, Meçe ka treguar se nuk ka bërë kallëzim në polici me njëherë, pasi dyshonte lidhje brenda forcave të rendit që mund të bllokonin hetimin e vërtet, përfshirë një nëndrejtor të policisë të Tiranës, që sipas tij kishte kërkuar të largohej nga tendrat e AKSH-it. Ndërsa Agasi dhe Beqira janë shpallur në kërkim nga autoritetet, me dyshimin që ndodhen jashtë vendit, çka për Agasin u konfirmua dhe nga avokati i tij mbrojtës. Një tjetër moment në këtë dosje lidhet me atë që tashmë është njohur publikisht si çështja e verave të luksit, e sekuestruar në ambientet e kompanisë Ergjys Agasit. Gjatë kontrolleve të kryera nga BKH dhe SPAK u gjet një koleksion i konsiderueshëm shishesh vera ekstra luksoze, ku disa prej tyre të vlerësuara me mijëra euro për copë, ndërsa vlera totale e koleksionit llogaritet në disa milion euro. Sipas akteve hetimore, një pjesë e këtyre shisheve nuk kishin pulla fiskale, çka ngret dyshime serioze për evazion fiskal, kontrabandë dhe pastrim parash. Skandali thellot më tej kur pas sekuestrimit rezulton se një pjesë e shisheve u zhdukun brenda natës. Prokuroria ka pranuar se ka mospërputhje mes inventarit fillestar dhe atij përfundimtar, çka ka ngritur dyshime të forta për ndërhyrje të paligjshme në prova gjatë administrimit të sendeve të sekuestruara. E nisim bashkë. Si ish drejtor policie, mbani mend biznesmen të marrë peng, ku kanë qenë të përfshirë institucione, mund të jenë të përfshirë edhe, le të themi, ish kolegë tuaj, policë si në këtë rast? Apo është rasti i parë që dëgjoni? Flasim për Geron Meçe. Në mënyrë kategorike. Nuk është bërë fjalë kurrë që një drejtues policie të angazhohej për krah një grupi kriminal për të sulmuar një grup tjetër ose për të sulmuar një biznesmen. Mund të ketë patur raste të parit vëngër, sepse ka preferenca, pasi procedura e tenderimeve ka ndryshuar disa herë në Shqipëri, dhe derisa vajti kjo elektronikja, po elektronikja i pas gjërat e fshehura të komunikimit nën rrogos. Se shprehja që ka thënë
biznesmeni që kisha porosi nga drejtuesi i policisë që të rri larg tendrave të Akshit, është kërcënim drejt për së drejti, i bërë nga shteti, i dirigjuar nga shteti, dhe i orientuar nga shteti për të shkuar paratë të shqiptarëve atje ku do qeveria. Në të vërtet, unë jam besoj një nga njerëzit që kam folë për Akshin para 2 vitesh. Dhe nuk mbaj mend tani, pse di që kam denoncuar këtë në 2 stacione televizive, edhe kam thënë bile një shprehje që kur të plasi skandali i tendrave sekret të Akshit, se në Aksh tendrat sekret kanë filluar përpara institucioneve tjera. Në institucione tjera, më së shumti prej ashtu Shërbimin Informativ Shtetëror dhe Ministrinë e Brendshme që ka pas disa tendra sekret edhe në qeverinë e mëparshme. Për shkak të rëndësisë dhe për shkak të konfidencialitetit, pas tërmetit dhe pas Covidit, rreth i ka shpreh dhe autoriteti i tendrave, APP-ja, Agjencia e Prokurimit Publike, që i kanë nxjerrë me flamur të kuq disa. Kanë shumica e tendrave, mbi 70% të tendrave, edhe për llaçe tulla, për ndërtime në institucione shtetërore, janë bërë me procedurë me një operator, tendra sekret, pa ditur. Ideja është që kanë vendosur kërkesën për certifikat, domethënë, le të themi të informacionit të sekret ose edhe të industrial. Përse? Dhe s'pak arsyeton që nuk do duhet bërë për shkak të ligjit. Na rezultoi që EA Selection Solution, EA Solution e Ergisa Gasit nuk kishte as zyra, as energji elektrike dhe punonjësit kanë deklaruar para oficerëve të BKH-s se nuk e dinin për çfarë punonin, sepse nuk punonin, vetëm rrinin në zyra pa drita, pa energji. Ndërkohë që EA Solution kishte marrë nëpërmjet kompanisë tjetër, Soft and Solution, kishte marrë jo më pak se 60 milion euro ose 59 miliard lek shqiptare në një vit, në argun kohër të një viti. Dhe pasuria e Ergysa Gasit, pra financat, kishin mësuar një rritje mbi 22.000 herë. Çka do të thotë që këto lloj tendrash, lexuam një shënim, nëse ju kujtohet, një fjali që është kapur tek përgjimi, që e supozojmë objekti ban 2, ne e bëjmë 4. Po, projekti ban 2 do ta bëjmë 4. Çka do të thotë? Që kaq siguri, kaq autoritet kishte Ergysa Gasi, sa që pambarësisht se kush ishte organi apo institucioni financues, ishte Akshi apo ishte kryeministria, ishte qeveria apo MEJ, ata gjithmonë e jepnin fondin 2 fish, pra 2-4. Dhe fakti që rezultonte që në harkun kohor të jo më pak se 5 muajve, kompania Ergysa Gasit kishte përfituar 29 milion euro, 2.9 miliard lek, ose barabart me 30 milion euro, do të thotë që edhe kompania Soft and Solution kishte marrë tendrin prej 30 milion, prej 60 milion, dhe ajo do fitoj, se ajo nuk punon falas. Pra çka do të thotë që 50% të fondit e kishte marrë Ergysa Agasi, edhe një 30% e ka fituar Soft and Solution, dhe 20% punojësit, hartusit e softwareve dhe hardwareve dhe programeve dhe sistemeve për sigurinë e sistemeve, module i quajnë ata. Po,
Jo, kam parasysh moduleve kam parasysh moduleve, por kam parasysh një thënie të kryeministrit të Shqipërisë kur o trondit ndërhyrja në sistem që ja faturuan iranianëve, faktikisht iranianët kanë qenë te kakshi. Kanë qenë brenda? Kanë qenë loja për ta tronditur sistemin me qëllim që të justifikohet dhënia e disa milionëve tjerë nga qeveria. Dhe kur kryeministri mori fjalën, tha që tani e tutje, tha, shqiptarët i garantoj që nuk do të hakerohen më sistemet, sepse ne do të financojmë Akshin dhe Akshi do të grejë një sistem për sigurimin e sistemeve. Besoj e mba men këtë thënie. Dhe unë kam parasysh dhe atëherë u tha dhe ju dhanë 60 milion euro. Dhe në harkun kohor të një viti, 60 milion euro nuk janë investuar as 10 milion euro. Pra do të thotë që 5/6 e fondit janë vjedh neto nga qeveritarët dhe banda e afruar afër qeveritarëve. Faleminderit Prençi. Nard, se shumë vështirë kam këtë emision sonte se s'po dia nga ta nisja, aq shumë ka për të folur këtu, por do ta nisur me një pyetje, sa për të çelur bisedën me ty, se çfarë veprimesh juridike janë kryer për të fshehur paratë. Do doja të bëj një lidhje ose të ma merre ndoshta spuntën nga momenti kur një kompani teknologjike siç është Soft & Solution kalon fatura 10 milion euro për biskota dhe çokolata tek Mega Distribution. Tani ka ndonjë çfarë veprimesh juridike kanë këtu, si mund të fshihen, si e kanë menduar fshehjen e parave? Është një veprim i ligjshëm. Duke se ka menduar gjatë sa thua ti, sepse po ta kishin menduar nuk do kishin dalë këto historia. Domethënë do kishin gjetur pastaj ndoshta kompania IT-e apo shoqëri të tjera të cilat domethënë për pajisje të tjera. Po ata s'kan dashur ta bëjnë këtë gjë, sepse duhet kuptosh. Ata interesi i tyre ka qenë domethënë që të jenë ekskluziv në mënyrë të gjithanshme në raport me punën e Akshit, që do të thotë ata nuk donin as ata për të cilët deri dje mund të kishin qenë miq të tyre në biznes, Geron Meçë për shembull, rasti konkret, që të ndalin qoftë edhe një të mitën e pasurisë. Pra, kështu që ata dhe faturat që janë bërë fiktive dhe në vlera jashtëzakonisht shumë të mëdha, kanë ardhur pikërisht për këtë arsye sepse donin domethënë që ta fitonin sipas mendjes tyre, po them unë. E para, e dyta ka një problem shumë të madh që do duhet ta kuptojmë. Ne kemi dëgjuar këtu, kemi parë gjatë këtyre 4-5 viteve të fundit, jo 5D, jo 2B, jo incineratori, jo tenderi këtu, jo 400 milion euro këtu, 400 euro, jo Bankers Petrolin për cilën realisht është një e madhe fare, po një e madhe. Por për mendimin tim, sepse tani do ngelemi domethënë gjithmonë tek ideja ka gjithmonë diçka më të madhe. Ka gjithmonë diçka më të madhe. Kështu po në rezulton Ardë. Okej. Tani këtu kjo çështje e Akshit nuk është çështje e madhe në raport me paranë që kanë rrjedhur për shembull nga Bankers, sepse aty po flasin, mund të flitet se për shifrat i 15 miliardë. Nëse ajo përfshin ajo tender të mundshëm që kanë përfshin dhe një harë kohor shumë herë më të gjatë. Okej, kurse këtu problemi i parave është përtej. Pra, është përtej sepse këtu është jo rrezikuar, po është grisur fare siguria kombëtare. Pra, njerëzit, unë kur vija në emision dhe pyeta taksixiun, po e bëj kështu çik më kështu. Nuk e kuptonte taksixiu çfarë do të thotë Akshi. Domethënë se çfarë i rrezikon atij. Dhe kam bindje domethënë që një pjesë e mirë e qytetarëve nuk e kuptojnë, sepse në fund ditës teknologjia është një lloj mjeti, të cilën jo të gjithë arrin domethënë që ta perceptojnë apo ta adoptojnë. Për ta bërë më të thjeshtë fare, ne siguria jon, pra gjithçka që neve kemi, lindje, vdekje, kartë identiteti, fatura, kartel shëndetësore, telefon, transaksione bankare, karta bankare, mos çdo gjë që ti ke në domethënë si person. Bankat lidhura me këtë sistem. Të gjitha, pa përjashtim, të gjitha. Pra ti si person, të gjitha këto i ka pasur në dorë sipas spakut një kriminal. Ose një dorë kriminalësh. Pra që ta kuptojnë shqiptarët se sa e të mërshme është kjo që ka ndodhur me Akshin. Ju jep të pushtet kjo këtyre nartë kur e mendon fakti që i kanë pasur në dorë? Do të shpjegoj dy gjëra që janë në dosje. Dhe unë do vazhdoj me pjesën domethënë që më pëlqen mua më shumë. Do dalin, unë besoj se do dalin, pavarësisht se sot dikush më thotë domethënë që më duket se ajo do bëhet një dosje me fraksion,
E ka një fraksion faktikisht, Dhe në qëse do bëhet me fraksion, do të thotë domethënë që aty dhe spaku vetë ka disa gjëra që nuk do që ti jetoj. Është një fraksion në fakt. Do që ti lej. Çfarë ka ndodhur anë? Këta kanë domethënë ka shtisur edhe gjithë gjykatat shqiptare, po më së shumti gjykatën e Durrësit. Dhe në dosjen që prezumohet që ka dalë, domethënë si fraksion, dalin emra gjyqtarësh dhe përgjime gjyqtarësh dhe prokurorësh, kryesisht në Durrës, por jo vetëm, të cilët kanë qenë të lidhur direkt. Pra, jo emër, domethënë ti the emrin e gjyqtarit, po gjyqtari direkt që flet me. Po jo si palë tret, palë direkte po. Palë direkte po flas, pra. Dhe kjo, për mendimin tim, pastaj do shkatërronte në mënyrë brutale. Po domethënë Nard, nëse ke informacion, te kjo gjyqtar dhe prokuror. Ta kuptosh. Ka pas lidhje me akshin këta apo kanë ndihmuar këta personat e Ergysa Gasit në shok? Po gjithë me radhë. Dhe të ta shpjegoj për shembull. Për shembull, Shemsiu ka qenë prokuror, po e bën më të thjeshtë. Po. Dhe do i vinte radha për të bërë vettingu. Mi po Shemsiu kishte një 3-4 vila, një 2-3 dyqane, të cilat nuk i justifikonte dot. Okej. Që t'jeshin. Dhe për kur ti shkoje për të bërë shkallë parë dhe në shkallë dytë, po sidomos shkallë parë, sepse shkalla e dytë ishte asaj që kishte çuar shkallë parë, ata të kërkonin domethënë një lloj vettingu të gjithë pasurisë që ti ke. Pra dhe ti ishe detyruar që ti çoje aty, këto janë pasuritë mia, të gjindra. Tani ç'a ndodhte? Këta duke pasur ky grup kriminal me në krye drejtoreshën, po them, ajo që është në arrest shtëpie. Duke pasur në dispozicion të gjitha të dhënat e hipotekës, çdo gjë hipoteke. Dhe çdo gjë timsi, çfarë bënte? Shemsiu ka 3 vila, ja heqim këto 2 vila Shemsiut. Më dëgjoj me kujdes, sepse është një klik ajo. Është një klik. Është një klik te hipoteka. Ja heqim këto 2, edhe e nxjerrim vetëm me një shtëpi. Në rregull? Dhe e nxjerrte atë pronat e mia. Një të dhjetën e pronave. Pastra për të kaluar klasën tek vettingu. Pastaj si ta kalonte vettingun, ja rikthente edhe një herë këtë histori që i kishte prap. Po i bënte edhe presionin. Po normalisht i bënte edhe presionin në rastin këtë. Kjo për të thënë domethënë se çfarë ka ndodhur me një pjesë mirë të këtyre prokurorëve ose të gjyqtarëve që ne na bën çudi se si është e mundur që ata kanë kaluar vettingu, sidomos për neve që jemi të fushës dhe i njohim ata, sepse jo domosdoshmërisht juve duhet njihni gjyqtar dhe prokuror, ta se periudhë kohore po them, ose që kanë kaluar ose që janë larguar, por kryesisht ata që kanë kaluar vettingun. Pra, po them një rast që unë e kam thënë historikisht do ta them prap. Unë mbaj mend një herë kur kaloi vettingun zoti Ardian Vorani, ky kampion i antikorrupsionit, ky kampion i amerikanëve, në vetting në shkallë të parë ju gjet 100 milion lekë të vjetra në një llogari bankare të padeklaruar. Dhe justifikuan atëherë, ai pas ka marruar duke thënë këto janë para të cilat unë i kam fituar bashkë me gruan time nga Misim Denja, 100 milion lekë vjetra. Ndërkohë që njerëz të tjerë në drejtësi janë larguar për gjëra banale fare, 3-4 milion, 5 milion lekë të vjetra. Për të kuptuar gjën, nuk se duhet merrem me kryetari i gjykatës kushtetuese është një prallë që si e kanë larguar. Po nuk duhet, po edhe për Bashkim Dedje. E mbajmë, skandal i madh, por nuk po merrem atë. Pra këtu. Ky që nga të merrë rënd, të fish pronën, të kaluat vettingun është prit. Sot ka dalë një gjë tjetër shumë e rëndë. Këta kanë pasur në dorë Timsi në shoku im. Pra ti kalon në Rinas, edhe rezulton sikur s'ke kaluar. Ose futesh, je në Argentinë apo je në Brazil, duket sikur je këtu. Pra ti bën një vrasje këtu dhe nuk rezulton se ke qenë këtu. Kaq e thjesht është. E ke alibin të qartë fare. Të bleme. Kjo është edhe më trondit se kjo tani. Po, s'është trondit se s'po shpik rrotën, unë po them ato që janë dosja. Ti vetë the. Unë po them ty, këta kanë pas Timsi në dorë, sepse akshi. Po mund të ndërhyjnë Tims për fshirë. Pyetje Nard, më kthe përgjigje për këtë se kanë të rëndësishme për qytetarët. Mund ta fshinin një dalje. Ma copto atë idenë. Jo, ma shpjego këtë që shkoshte ideja plot. Po atë dëro atë po them. Po të them një herë tjetër. Akshi, që unë e them për shqiptarët, nuk e them për shqiptarët duam. Ata që janë këtu dhe ata që janë gjithë botën dhe të cilët kanë një i Albania, po them unë. I e futu dhe i Albania ti, ke një llogaritë i Albanias, po. Do të thotë që ti pasaj aty shtetit, akshit, i ke dhënë gjithçka. Praktikisht i ke dhënë gjithçka. Je dorëzuar ti, okay. Po që ke çdo gjë më. Po neve na donë rrogat para 4-5 vitesh, apo na dorën edhe emrat e bashkëpunëtorëve të shërbimit. Pa ishte nuk ishte në gjë më. E kaluam ne ato. Ale punë patronazhimi tham. Po kjo ka një gjë përtej kësaj më. Këta mund të të bënin fatura në emrin tënd. Ka ID kartën e kanë tënde, bëj faturë, u të bëj 20 fatura po të më hapësh ID kartën tënde, po të jem
i atij tipi. Me kartën e identitetit, Po të bëj faturë ti. Më fik derën, pra. Vetë faturim, si ku kam blerë te Andi, mendje. Pra, gjëra të këtij. Ta e kam pasur edhe Teamsin. Rezulton që në datën 2 gusht 2023, kur ndodhi ai historia e Teamsit në drejtorinë e përgjithshme të policisë, ku ndërhyn amerikanët, se për këta tanat, kishte rënë këtu e ishte bërë çaça. Në përgjime që thot Ervi Sagasi, thot, aty thot do shkoj Ervina. Është në përgjime kjo. Ervina, rezulton është Ervina Gjana, e cila sot i është sekuestruar telefoni dhe është në... Është shefja... prandaj u sekuestrua telefoni, ha? Shefja e sektorit të krimit kibernetik. Shefja e sektorit. Pra kjo ishte ajo që kishte Chelsea. Po mirë, këta e emëruan atje, emëruan këta domethënë. Po thoshte në përgjime thot do shkoj ai, thot Agasi, thot ky. Mos u mërzit thot se aty thot tani thot do shkoj Ervina për na marrën ja 2 punë. Jemi shumë lart dhe nuk del më. Pra po flasim për Teamsin. Okej. Për gjëra më kaq më unë nuk e di domethënë, këtu vetëm për shtet nuk flasim. Unar, do rikthehem prapë. Faleminderit shumë për të dyja detajet se ke dhënë dy super informacione. Ajo e gjyqtarëve, do jetë një bombë me sahat, pritet. Jo, po që nga pra se më është. Dyja janë bomba me sahat. Pra, gjyqtar dhe prokuror që dyshohet se mund t'u jenë fshirë pronat për të kaluar vettingun dhe në sistemin Teams që mund të jenë ndërhyrë. Jo vetëm sistemin Teams. Shemsi vazhdo. Çdo gjë më. Vazhdo Shemsi më shpjego tani. E di ku bindem unë sepse këto që thot Nardi janë të vërteta. Edhe shive çfarë ka ndodhur. Të paktën, po themi që nga marrja e pandehur e zëvendës kryeministrës dhe që nga shpërthimi i skandalit te Kakshi dhe pastaj me marrjen e provës materiale dhe largimin nga banesa e Ergys Agasit, asnjë qelizë shtetit nuk ka vepruar. Zero. Po t'ishte ndryshe, një nga institucionet përgjegjëse për praktikën e zvarrt ose për lejthitjen në procedurë, do kishte reaguar për të shkarkuar Andin për ta vënë përpara ndjekjes penale. Ose si rrinë sekond tu, se më thënë diçka që t'ja ilustroj. Po. Jo më lërar se para një ditësh kam pas një çështje identike kështu. I shkojnë me përgjim ambiental një personi, një qytetari që kishte exchange. Ai e kupton domethënë që kishte para, se në exchange nuk mund mbajmë shumë se 50 milion lek në po të vjetra në atë dispozicion. Ai kishte 70-80 dhe ata kishin shkuar domethënë aty, ky s'po hapte exchange-in. Dhe ata, Andi, kanë ndaj 24 orë aty, derisa të vinte të hapte, po shkonte do t'ia shqyni për t'i nxjerrë ato 20-30 milion lek. Tani imagjinoje pak. Këta shkojnë tek vila e Ergys Agasit me kontroll, banese. I bëjnë kontrollin. I gjejnë aty ato që i gjejnë, verat, historia. Mbajnë aktin dhe thonë. Proces verbal që dhe thonë aty. Drejtoria e doganave thonë, të ekzekutoj marrë konfiskimin e mallit. Logjistikën. Dhe aty vjet Çiriti Andi. Këta tani të drejtorisë doganave, prezumoj unë, thanë e disi është puna, është ora 8 e darkë, apo ja fusim një gjumë, të ikim sonde dhe vim nesër mëngjes të bëjmë këtë punë. Di që kanë vajtë në 2 natës, po kanë fjetë gjumë. Po spaku dhe BKH-ja pse sa rrëstun përgjithësat. Po për ta aty desha vim. Po nuk e përshteti. Po, koleksion po duket që janë të ruajtur edhe po diskutojnë. Ora mos u merr me shishet e vet, po them edhe një herë tjetër, ishte ajo që po shpjegonte Shemsiu pak më përpara. Një sekond, edhe pse them unë që kjo është dora se zban e njëshit Shqipërisë, e kryeministit. Pse? Se si ka mundësi që edhe spaku, edhe BKH-ja të paralizohen në një procedurë. Ore, dile thuje publikisht, ose kam bërë lapsus, ose kam gabuar në procedurën e sekuestrimit, të bllokimit, lënjes në rutje dhe në administrim. Ose merret pandehur ose arrestohen flagrancë 1, 2, 3, 10 doganjer apo drejtorin e doganës të Tiranës apo të Durrësit. Kujt ja ke lënë? I afërmi i Ergys Agasit ka bërë kallëzim, ka tentuar të bëjë kallëzim për vjedhje. Tani, personi që i kanë vjedh verat. E kanë vjedh verat natën. Ka drejt tallët. Këtë arrestojnë. Po ka të drejtë valla. Jo, këtë arrestojnë. O valla, ka të drejtë. Ka të drejtë se kur ti si institucion shtetëror, kur ti si organi i hetimit penal, ke mbajtur aktin e bllokimit, po, të sekuestrimit, po thuaj si të duash,
Dhe ke mbajtur dhe aktin e lënjes në rrugë dhe në administrimin e pikpamje logjistike doganes apo policisë me automatik. Kush I mori verat të shemsi, Tani, ku mbajtën verat? Ata që I kishin. Po kush I mbaj? Po pse kujt ja mbante të shkonte përveç se atyre. Dhe tani lind pyetja. Fakti që nuk funksionon spaku për mendimin tim, o duhet mbaj përgjegjësi BKH-ja, sepse o duhet kishte arrestuar deri më sot 3-4 doganjer ose punonjës të cilëve ka lënë në administrim, ose minimalisht Jo, drejtori doganave. Se ka qenë më paksis. Ka qenë pa pull fiskale. Dhe ka hyrë në mënyrë pari. Se këtu e lëm çështjen tjetër, se si disponon një person kaq vlerë, 1.5 milion euro, po thëmja 2. Po kontrabanda, si ka hyrë ky mall kontraband? Këto janë çështje tjera që janë shumë të lehta. O për ty është hyrë, po lekët për t'i blerë. Jo, me lekë të them atë shprehjen që duhet të them. Po si ka mundësi? Ndodhen gjithë tokat rraura. U vra gjyqtari në gjykat. U more pandehur zëvendës kryeministja që I doli me zë dhe figurë me të gjitha këto mesazhe, me pallosh e me 50 më lart. Doli skandali I Akshit ku cenohet drejt për së drejti siguria kombëtare. Jo është rrezikuar. Si? Jo është, domethënë ti e vën akoma në dyshim në këtë pyetje, ka mbaruar. Është rrezikuar. Është rrezikuar. Jo, unë them është rrezikuar sepse unë nuk them sa është rrezikuar. Okay. Sepse po ta themi sa është rrezikuar, pastaj futemi aty ke çështja e kulturës dhe edukatës, për mua është rrezikuar 90%, për ty 80%, për një qytetar 5%. Relative. Por në fakti që gjitha dhënat tona kanë qenë në duart e banditëve, të kriminalëve, të cilët fshin Timsin, të cilët fshin sistemin tjetër, të cilët fshin edhe emrat e tyre që hinë dolen me makinën e Xibrakës. Po. Se atëherë ka filluar të cilët drejtuan grupin e hakerimit të Spakut, të kompjuterave të Spakut. Po. Se pas ishte kjo? Pas denoncimeve që Akshi është një nga organet më të inkriminuara, dhe kur morën vesh se Spaku ka filluar disa hetime për Akshin, Akshi ngriti grupe të caktuara, patronazhistësh, se ka qenë një pjesë për atinë, nuk e dija ka informacion, ka qenë kryetar partie për rajonin. Nuk e dija ke informacion. Ka qenë kryetari I Partisë Socialiste për Shemsia, po më thua që Akshi ngriti grupe për sulmuar, hakeruar Spakun? E ke të sigurt. Të sigurt e ke. Kush I hakeroi? E dini kush janë personat? E dini çfarë funksioni partia kanë pas? Po funksione shtetërore që kanë pas? Po për llogarit ku I ban ato? Për llogarit time? Për llogarit tënde? Jo më jo. Jo I ban për llogarit krimeve që ka bërë ministrat, kryeministri dhe zyrtarët e Akshit dhe të ARSH-s. Dhe presidenti I Republikës nuk u shqetësua as në rastin e parë, kur ministra e Brendshme dele thot policia s'ka asnjë faj, pse vritet gjyqtari në sallën ku do të ketë solemnitet dhe siguri, as kur u bë atentati në Rinas, në aeroportin e vetëm ndërkombëtar që presupozohet me 6-7 lloj policish të jetë vendi më I sigurt, po ishte vendi më I sigurt për atentate, as për ngjarjen e Akshit, dhe presidenti I Republikës në mënyrë kategorie nuk guxon të shpërndan një njoftim për kryetarin e Shërbimit Informativ Shtetëror, drejtorin e përgjithshëm të policisë, kryeministrin, ministrin e Brendshëm, ministrin e Infrastrukturës etj. Që t'i mbledh në Këshillin e Sigurisë Kombëtare. Dhe të thot, ku po shkojmë? Ndërkohë që djetë ka plas skandali tjetër. Shqipëria është përjashtuar nga Unioni Energjetik. Ministria ka mbështypjen sot bërë një reagim ishte për çështje sekretariati, domethënë zbuste pak situatën. Si, në ta zbusi sa doj, është e vërtet kjo. Okay. Është e vërtet sepse ka një dokument tjetër që ka patur detyrime ministria për të raportuar për shumë gjëra dhe s'ka raportuar se nuk është marrë me atë punë, është marrë me tjerat. Pra në këtë këndvështrim, Andi, unë si ish drejtor policie, por edhe si ish këshilltar I presidentit të Republikës, po, e kam çmuar dhe vazhdoj ta çmoj një lajthitje të një ish generali, shef shtabit përgjithshëm të ushtrisë,
që sot është presidenti i Republikës dhe nuk e çmon sigurinë kombëtare, nuk i çmon të dhënat sensitive të çdo shtetasi shqiptar që kanë përfunduar në duart e bandave dhe grupeve të strukturuar kriminale. Okej, faleminderit Premshi, do rikthehem sërish të shumë çështje interesante po dalin sot, si avokati edhe si Premshi po na thon informacione të rënditse. Tani, nëse do të merremi, se nuk dua të ndalem tipikisht tek emri Ergyes Agasit, sepse mund të ishte një tjetër emër, mund të ishte Andi, mund të ishte Nardi, mund të ishte Shemsiu dhe të tjerë me radhë. Si ka mundësi që merr një peshë kaq të rëndësishme, një zyrtar i nivelit të dytë, katapultohet që në zyrën e tij regjia kalon me pamje, të lutem, të momenteve të zyrës, të lutem, po të regjistruara të gjitha. Si ka katapultohet ky njeri, përse i duheshin Ka qenë zyrtar fare. Ka qenë zyrtar i nivelit të dytë, ka qenë drejtuesi i inspektoratit të pyjeve në kohën e LSI-s, diku përpara vitit 2017. Po në këtë periudhë s'ka qenë. Jo, s'ka qenë, prandaj dua të them si hinte në zyrat e shtetit dhe si i priste zyrtarët e shtetit. Tani çfarë tagri? Këtu dua të dal, Nard. Do më lesh ta bëj çikës po pamën edhe për herë. Na i pyeta do ta bëj në mes unë se për t'ia shpjeguar se instinktet gazetareske më çojnë aty Nard, që t'ia shpjegojmë audiencës ndoshta më thjesht sa element. Prandaj të ndërpres. Shqipëria e sotme e Edi Ramës i përngjan shumë asaj Italisë të viteve 70-80, ku mafia, Cosa Nostra, kishte marrë, domethënë, kishte hyrë në të gjithë kapilarët e shtetit italian dhe për ta bërë një gjë të tillë, pa për të funksionuar më mirë, çfarë bënte? Kishte gjetur një apo dy persona të cilët bënin lidhjet midis botës së krimit dhe botës së politikës. Aso kohë atje ishte Pippo Calò, Giuseppe Calò që quhej në Itali, i cili ka qenë sot është, domethënë, është dënuar me maksi procesin, më the thash, por nuk foli kurrë. Nuk tregoj, Nuk tregoj kurrë, sepse sigurisht për ta thoshin domethënë që ai vetëm po të japin dorë një prokurori apo një gjyqtari, presupozohet që ai prokurori apo gjyqtari ishte i mbaruar në atë sekond, pra deri këtu kishte arrit miti atje. Pra ky ishte Pippo Calò, i cili nuk kishte probleme të futeshe, po e bëj kështu thjesht. Nuk e kishte probleme që të takonte Andreotin, Kraksin apo gjithkën tjetër, nuk e kishte probleme as të rrinte me Totorinën apo Bernardo Provenzanën, apo të ishte pjesë e Bankës së Vatikanit. Banka e Vatikanit, ta dish, domethënë është një konglomerat ndër më të mëdhenj në botë, sepse normalisht fuqia e saj ekonomike është stratosferike në raport me çdo bankë tjetër, sepse ka resurse shumë. Ka ato që ka. Por dhe ky ishte ai personi i cili bënte këto lidhjet. Identik kështu, por në një miniaturë shumë herë më të vogël, sepse Shqipëria nuk është Italia, këtë e bëra si krahasim, ishte ky personazh, Ergyes Agasi. Ky personazh nuk bënte asgjë tjetër përveç se bënte lidhjet midis botës së krimit dhe politikës. Dhe kur këtë gjë përtej intuitës ato ose dashamirësisë apo emocionit personal që mund të kemi neve për Arben Ahmetajn, gjithkush nga ne, njëri mund ta urrejmë më shumë, njëri më pak, njëri mund ta dojtë. Këtë ne s'do ta kishim zbuluar kurrë nëse nuk do kishte thënë i pari Arben Ahmetaj. Dikush e mori për seriozisht e dikush nuk e mori. Unë e pata marrë shumë seriozisht deklarata që bënte Arben Ahmetaj. Nuk nisesha nga çfarë kishte qenë Ben Ahmetaj në qeverisin e Edi Ramës. Ja besove ato të verës? Po dëgjoj pra, sepse më dëgjoj me kujdes. Ben Ahmetaj doli dhe tha, Belinda Balluku tha është Lubi Balluku. Është ajo që ka bërë thatë për tunelin e Llogaras. A doli tuneli i Llogaras? Doli. Okay. Ben Ahmetaj doli dhe tha, o zotrin të nderuar, Akshi është kopshti privat i Edi Ramës. A doli kjo gjë? Urdhëro. Ben Ahmetaj doli dhe tha, dëgjoni tha, bota e krimit tha, atë që lidh me botën e politikës e bën Ergyes Agasi. Çimpeka i thoshte, po kush është ky më? Ai normalisht gazetari di, po. Ky tha është ai personi që lidh botën e krimit me botën e Edi Ramës të politikës. Dhe prandaj ky Ergyes Agasi ndiheshe si ai princi, po them unë, se mbreti është ai që është, si ai princi i kurorës, i cili i lejonte vetes, domethënë të bënte edhe këto video takimet dhe i detyronte njerëzit vetëm për shkak të pushtetit që ja kishte dhënë kush Edi Rama,
sepse do të kesh pushtet kaq shumë të madh, Andi, që ty drejtoresha e Akshit të shkojë në zyrë. Kjo pra apo një ministër të vijë në zyrë. Apo të thuash ti domethënë për X ministër, ore, asa atia do t'ja ropt, apo ati tjetër, apo pra pushteti jo do të jetë në atë lloj far feje do të ketë qenë, sa domethënë është aty ngjitur me Edi Ramën. Pra do ta kesh këtë lidhje se ndryshe nuk mundesh. Ta bëj një pyetje tani, më lejon? Po. Tani këto xhirimet që bënte Ergyes Agasi. Intuita jote ku të çon? Të çon që ai bënte xhirime dhe këto ja tregonte dikujt tjetër për t'i thënë që shiko se bisedova me filani këtë, ja tek e kemi, apo i mbante për kërcënime. Okej. Unë besoj këtë të dytën. Sepse po fantazoj pak tani, bota e krimit mendon domethënë ditën e fundit. Pra do vi ka një ditë fundit. Se kur vjen ajo ditë. Dhe këta marrin masa. Marrin masa për të ditur domethënë që kur të vijë ajo ditë me çfarë do mbrohem. Për krahasim, çfarë duheshe Ervis Berberit që të mbante 4 celular dhe përtej domethënë le të themi mesazheve që kishte me zonjën Balluku, këto mesazhe ti bënte screenshot dhe ja çonte edhe gruas tia. Çfarë lipseshe në krah? Lipseshe fakti domethënë që ai donte me patjetër domethënë që të kishte provat mjaftueshme që në një moment të caktuar të mbrojë veten e vet dhe të sigurojë që po e mbron veten e vet ai atje. Sepse ne kemi parë një gjë të shkruar midis Ervis Berberit dhe organit të akuzës, një marrëveshje, pentimi po them unë. Por teorikisht për mua kështu është. Sepse gjitha këto që kanë dalë nga telefonat e Ervis Berberit, nuk kanë dalë nga gjë tjetër. Pra thotë bashkëpunëtor të pavullnetshëm. Po, ne e quajmë kështu se nuk e dim. Po, se nuk e dim. Ne e quajmë kështu se nuk e dim. Edhe kjo e Ergyes Agasi është e njëjta gjë, po nuk ka mundësi më zotëri nderuar, që spaku të bëhet gati dhe ai ta kuptoi, ai s'bëhet fjalë ta kuptonte, mos ai kishte shtetin në dorë. Ai mund të dinte edhe shemsiu apo shkon darkë tani në këtë orë apo jo, po ti donte domosdoshmë që ta dinte këtë gjë. Se këtu e ta kuptoni më çfarë është Akshi. Çfarë është i Albania? Është jeta jote më. Është gjithçka që ti ke. Dhe ti e ke me detyrim që të futesh aty. Se domethënë, ora ti je detyruar që ta hapësh një Albania. O, nuk dilim dot për kohën e karantinës, po pra, do të merrim leje tek Albania dhe dilshim. Doli dhe leje, do merrim leje dhe për qendër për mace. A kupton ti domethënë që ata kishin çdo tenderim të mundshëm që ekzistonte në Shqipëri? Çfarë tenderi bëhesh më? Kalon aty. To kalon aty. Ai mund të bëjë që ti futesh aty në tender, i fusi dokumentat e tenderit. Atje nuk i pëlqen të fshinte fare. Ti mendon se e ke futur në tender ai të fshinte fare, po donte në zonën të futesh. S'ka aplikuar hiç. S'ka aplikuar hiç. Falem. E kupton domethënë që ta marrin vesh njerëzit se për çfarë po flasin. Do ta thjeshtojmë, do kemi kohë deri në fund. Shumë kush nga qena shef thotë, mua s'm ka hyrë gjem në këmbë. S'ka problem. Ka kohë, ja? Ka kohë. Këtu ka ndodhur çudia të tipit domethënë që ka dalë shemsiu dhe nardë dhe ka parë, i ka ardhur bankat e dera, i ka thënë ke marr 5 milion lekë kredi. Po ku i ka marrë më? Po i ke marrë pra. Ja, aty janë. Faleminderit Nard. Prençi, meqense ish drejtues i lartë i policisë së shtetit, është përfolur për emërimin policie, e përmendëm pak më herët, do vendoset Ervina, tani është përfolur po. Është akuzuar Ergyes Agasi për, le të themi, për një lloj pushteti që përflitet se kishte akses të mëronte deri në nivele shumë të larta. Të shkarkonte ministër të brendshëm. Deri në atë nivel. Po e kemi të freskët, ne. E kemi shumë të freskët. Kë shkarkoj? Tauland Ballën. Tauland Ballën e kanë shkarkuar grupi i Durrësit dhe Ergyes Agasi. Edhe Ervin Hoxhën e kanë suportuar ky grup. Dhe pastaj? Dhe e kanë shkarkuar se doli i paaft, se nuk menaxhonte asgjë. Në shkupti nuk menaxhon do të ministrinë apo interesat e asgjë, më u mor me gjëra të vogla. Nuk s'u bënte punën aty. Nuk realizoi detyrat. Nuk realizoi detyrat. Dhe më përpara, shumë më përpara, e kemi përdorur shprehjen që emërimi i drejtorëve tani. Shiko se nuk duhet ta bëjmë hiperbolizojmë gjërat. Se edhe opinioni publik s'ka pse të tallet me ne, nesër. Ato nuk merreshin me drejtorin e policisë Diprës. Se si intereson dhe? Se si intereson, as me të Kuksit. Ata merrsin me Durrësin as me drejtorin e policisë Gjirokastës apo të Beratit. Po, që është një tunel pa dalje. Pa dritë. Atyre u interesoshin drejtorët e policisë në Durrës, po, në Tiranë, Elbasan, në Vlorë, në Elbasan, në Shkodër dhe në Lezhë.
Pra ishin të përcaktuar ata qytetet bregdetare, qarqet bregdetare me port, dhe u interesonte kryeqyteti. Kaq. Nuk i interesoshin tjerat. Pra, dhe kjo është fol jo sot, ka shumë kohë. Ka patur një polemik jashtëzakonshme të ish drejtorit përgjithshëm të policisë Metro Mullaku, edhe për të larguar ca persona në kupolën e policisë dhe si largoi dot. Kur? Nuk i largoi dot. Ti sot aktualisht ke drejtorët e policive, ke me qindra, po ta them me përgjithësi plot, me qindra kazino, me mira lokale lojra shfati që funksionojnë në Shqipëri pa licencë, pa ligj, pa akte normative. Dhe drejtorët, zëvendës drejtorët e shefëve të komisariat që ne morin para, Ligjin e kemi miratuar. Ligjin po nuk kanë aktet normative për të filluar për të vënë veprim. Ç'o bën tash? Marrin lek nga këto? Marrin lek duke filluar nga autoriteti i lojrave të fatit, drejtorët dhe zëvendës drejtorët e policisë dhe shefët e komisariatit dhe shefat e vegjël. Morën ato rrogat e vogla, gjithë. Por mos harro se para vitit 2015 që të bëj operacioni fundi i Marrëzisë, shteti shqiptar përfitonte në vit minimalisht përfitonte 50 milionë euro, e ka deklaruar autoritetet e financiare shqiptare. Por kishe minimumin gjithë Shqipërinë mbi 7.000 punonjës të siguruar në lokalet e lojrave të fatit. Edhe kishe dikun mos gabojmë tani se janë mbi rreth 30.000 aparate të certifikuar dhe të regjistruar në tatime. Pra që në atë kohë qeveria u kujdes për anën sociale o financiare, u kujdes që burrat shkonin në shtëpitë e gratë. Është ndaluar ndonjëherë kjo? Nuk i kanë vendosur lokal, i kanë vendosur online. Ktu është problemi. Pa pikërisht. Dhe sot nuk ke ma njerëz të punësuar dhe mbi 7.000 apo 10.000 punojnës të siguruar që punojnë, gra dhe vajza, burra dhe gra, që punonin kamariera, punonin banakierë në këto lokale, dhe nuk i ke të siguruar në pikpamjet e të pagurit të detyrimeve të sigurimeve shoqërore, po i ke në të zezë. Pra sot neto, grupet kriminale, kryesisht organizatat, grupet e strukturora, dirigjojnë gjithë lojrat e fatit. Dhe nuk guxon asnjë autoritet policor, po lërë se çfarë gjejmë ne shkuën e gjetën thot një aparat atje, një person. Po pse si mlodhet gjithë? Ka një tjetër si Ergysa Gasi po më thua për lojrat e fatit? Meqense po e bën kështu bisedën se tash këto që shikoj se do të kuptoni gjë audiencës, se ndoshta bën këto lidhjet, po këto kanë dalë nga dosja. Dëgjoj. Ky konstatim ka dalë nga dosja po edhe kjo që them mund të dalë. Nëse ju kujtohet përgjegjësinë për kanabizimin e Shqipërisë e pagoi ish ministri i Brendshëm Samir Tahiri. Fillimisht u akuzuar për një grup të strukturuar kriminal për trafik ndërkombëtar etj. Dhe pastaj përfundoi vetëm thjesht tek shpërdorimi i detyrës. Ndërkohë që ideologu në takim nëse ju kujtohet me Merkelin, i pa thënë Edi Rama, nëse ju nuk na hapni derën, ne do hapim dyert tjera. Dhe hapi derën në kanabizimit. Besoj e mbani mend. Ky ka qenë konteksti? Ky ka qenë konteksti dhe hapi derën se shqiptarët si mbajmë do të lidhur. Do i punësojmë në një vend tjetër dhe i punësojmë në kultivimin por shqiptarët janë pragmatistë dhe i harrojnë gjërat. Ideatori i masivizimit kultivimit bimëve narkotike në Shqipëri ka qenë Edi Rama. Dhe sot s'flet as një fjalë. Edhe këtë e ka thënë me qëra fjala Arben Amete. Edhe këtë. Po, që i doli kundra, një pretendoj që i doli kundër kësaj bisede. Tani s'po duhet ta bëj eroa. Jo, po flasim për të njëjtën gjë. Po të them domethënë që e ka përmendur. Jo e ka përmendur, i ka thënë këta gjëra. Arben Ametaj ka qenë ministër dhe zëvendës kryeministër, ka qenë ministër i kabinetit Rama 1, Rama 2 dhe Rama 3. Po. T'ju themi gjë me përgjegjësi plot. Por edhe ai ka pas informacione shumë të sakta. T'ju themi çështje me përgjegjësi plot. Ka patur njerëz në Shqipëri që e kanë quajtur tigri, a kupton? Nëse ka qenë macja, apo s'ka qenë tigri, apo si ka qenë, apo te ka qenë, në fund të fundit, ai duhet përgëzuar për guximin që në fund i iku modelit të prerjes pas shpine që bën Edi Rama, dhe pasi mori garanci në shtetin e Zvicrës, hapi gojën dhe foli dhe hodhi dritë mbi ca të vërteta që gëlonin dhe jetoheshin në rënoja underground. Çka do të thotë që realisht të gjithë e dinin
Nuk kishte njëri që nuk e dinte për Ergjys Agasin. Po pak kush kishte kurajo të fliste publikisht për rëndësinë dhe forcën që kishte Ergjys Agasi te kryeministri. Unë kam dëgjuar për herë të parë në 2021-shin këtë Prençi të po jap informacion. Po. Emrin Ergjys Agasi. Unë kam qenë kandidat për deputet në Durrës, o zotëri. Unë kam dëgjuar para zgjedhjeve dhe këtu do të dalë. Dikush një miku im me pozicion në policinë e shtetit më thotë në atë kohë për takime të rëndësishme qeveritare të cilat u kryen në Fier, ku detyruan policët edhe të ruanin zonën, informacione janë këto, unë nuk kam qenë prezent, edhe për Ergjys Agasin për lidhjet që i favorizonte politikës në qytetin e Durrësit. Këtu është herë e parë që unë kam dëgjuar Ergjys Agasin, por kaloi letëshëm si emër se si çdo legjend le të themi. Si çdo legjend se kemi dëgjuar pafundësisht legjenda. Por që rezultoi të ishte kështu. Shiko si është problemi. Ka korrupsion në çdo vend të botës. Ka fenomena nga më të ndryshme. Qeveritarët përfshihen në skandale nga më të ndryshmet. Problemi tek ne ka ndodhur që është atrofizuar truri i shqiptarëve. Në njërë anë kemi një opozit të dobët që nuk ngjall shpresë me keqardhje, sepse është shkërmoqur a bërë kashte koqe, thot populli, cop. Por në krahun tjetër kemi një qeveri që nuk don me ditë për shqiptarët, madje bën hipokrizina nga më të ndryshmet. Ne këtu jemi, kaq sa ishim edhe para 2 vitesh, kur Ministria e Infrastrukturës dhe Energjetikës ju drejtoi shqiptarëve, të dashura nëna, motra, shoqe, lani rrobat me 30 gradë. Mos shpenzoni energji elektrike, fushat promovuese për kursimin e energjisë elektrike. Me 30 gradë ke ujin në muin qershor dhe korrike ke në qezën. Ajo thoshte lani rrobat. U drejtoi gjithë shqiptarëve, hiqni karikusat e telefonit, mos i leni në prizë. Mos e leni derën e frigoriferit, deri ku i shkonte mendja. Ajo nuk e ka lexuar ndonjë leksion këtë profesionistësh për kursimin e energjisë elektrike. E kishte menduar thellë se si të va marrë mendën shqiptarëve dhe se sa e ndershme dhe se sa e predispozuar është ministria dhe zëvendës kryeministria për shqiptarët për të kursyer energjinë elektrike dhe për ta quar zhvillimin përpara. Por nga unë tjetër, pasi ishte marrë në pyetje dhe ishte bindur që ishte në hetim për grup të strukturuar, vajti në Vlorë, ku vajti, në takim me lexuesit e sahatëve të dritave dhe sahatëve të ujit, ju tha jeni grup kriminal, po. Me këto që keni bërë ju, unë do t'ju qenë spak se ju jeni grupi strukturuar kriminal. Pra, ai që lexon sahatin e dritave është grupi strukturuar kriminal se ndoshta ka fshehë 10.000 lekë. Atë duken si 2 pika ujë që përputhen me 2013, 2014, kur Edi Rama urdhëroi që çdo person që ka lidhje të paligjshme, që harxhon 30.000 lekë energji elektrike, edhe pensionist të shkojnë në burg. Dhe prit tash. Për ta përmbyllur. Ndërkohë që vet kishte porositur drejtorët më të rëndësishëm të ministrisë, asnjë punë të mos bëhet pa u konsultuar. Dhe jepte urdhra 50 më lart të 50 në poshtë me porosit palloshit. Pra, një personazh i cili kujdeset të shpërndaj propagandë për kursim energjie, do e kemi në pjesë të ndërkohë që me një laps vjet 82 miliona apo 50 milionë euro. Okej, më lë për pjesë të dytë pak. Do quhen vrasës, po, killera me kollare që nuk vrasin një shqiptar. Vrasin perspektiven e zhvillimit të një shteti, të një kombi, duke detyruar që të braktisët nga ajka e Shqipërisë që është rinia. Faleminderit Prençi. Nart për të rikthyer sërish, sepse ju kam lënë sonte hapësirë për të folur pak më gjatë, secili ndoshta s'dua të ndërhyj shumë për të shpjeguar, sepse realisht ka nevojë për shpjegim çdo gjë. Tani mendon kam 2 pyetje që ti shtroj. A ka një dosje tjetër të rëndësie kaq të lartë siç është dosja e Akshit, që nxjerr le të themi një koordinator të kësaj natyre siç u përfol si Ergjys Agasi, dhe çfarë ndodh nëse Ergjys Agasi dorëzohet, arrestohet në një moment dhe flet? Kjo e dyta nuk ka për të ndodhur kurrë,
Baste me mua mos vërë se gjithmonë i humbeti. Josif Amanti në digje ku është? Kush? Josif Amanti. Amant Josifin. Amant Josifi. Në digje ku është? Dubai është për folur? Okay. Apo këta të bajrat, apo ku di unë, apo shumë e shumë tjerë. Edhe ky është tipikisht ai person, sepse po flasim për njerëz domethënë që kanë vënë pasuri të jashtëzakonshme, ata mund të jetojnë dhe në hënë me këtë pasuri që kanë vendosur. Për kanë një problem të madh ata në raport me paran, po flas, që të mos, kështu që nuk vjen ajo ditë që ti uron, që ta uron të gjithkush, është pak po e sigurt sipas mendimit tim. E dyta, a është kjo dosja më e rëndësishme apo jo? Për mua, unë do ta quaja domethënë dosja e dosjeve. Dosja e dosjeve? Po, dosja e dosjeve. Po ta thash, këtu nuk është çështja si të thuash, e vlerës monetare. Këtu është çështja Rëndësia e informacionit. Rëndësia e informacionit. Këtu ka rënë në mënyrë kapilare gjithë shteti. S'ka shtet, ma nuk ekziston fare, më kupton? Zero. As në një vend të botës së tretë afrikane, nuk ndodh kjo më. Nuk ndodh kërkundi. Nuk di, domethënë, jam shumë jo i kursyer, po i vakët në fjalorin tim për të përçuar tek ata që na shikojnë se çfarë kanë bërë këta njerëz me Shqipërinë. Me këtë dosjen e Akshit. Tani sigurisht ne hera herës ku bëjmë debate juristësh apo me kolegë, ama mos i kërkojmë kaq shumë spak, ama mos i kërkojmë. Ne s'do t'i kërkojmë aq shumë as pak. Ne do t'i kërkojmë atë që është për të kërkuar. Sepse unë në fund ditës çdo dosje e mas me dy gjëra shumë të rëndësishme. Parat, arrestimet. Pra, ti më çon mua më arreston një person për dhunë familje apo për një vepër penale banale, që dënohet deri në 2 apo 3 vjet apo 5 vite burg, edhe e plas mrena në burg, si në kohën e Aren Michelës, dhe pastaj fillon edhe i thua, domethënë tani do të rregulloj, do të hetoj, thot pas e mrapa, do të hetoj. Dhe në ndërkohë nuk ke një standard të tillë për këta personat e tjerë, të cilët ti shkon si spak dhe thua këta janë grupi strukturuar kriminal. Por më falë. Nëse këta janë grupi strukturuar kriminal dhe në bazë të kodit ton penal mund të dënohen teorikisht po flas deri 12 apo 15 vite burg, varet se kanë 2 apo 3 vepra penale, si mund të jetë në arrest shtëpie apo detyrim paraqitje? Si mund të jetë? Dhe këtu kërkesa vjen nga spaku. Mos merremi me gjykatën, sepse unë për gjykatën këtu, unë për mendimin tim, gjykatë dhe prokurori këtu është një, nuk ekziston në të dytë. Bile kot i paguajmë të dy bashkë. Se kemi gjykoja dhe spaku në kësa raste kanë treguar që ndryshe i kanë vlerësuar gjëra. Po në kësa raste, në 100 dosje, në 99 ka qenë të çka ka dash spaku. Okay. Dhe në një rast po thua ti po ka ndodhur kështu. Pra po më thuaj që dhe për Mirilina Karçanajn dhe për Havadeli Bashin do duhet kishte të thoj arrest me burg, e thon thjesht, një mas më të shtrënguese. Po tani o do i bësh, do ndjekësh të njëjtin kurs dhe të zbatosh të njëjtat për të njëjtat persona, të njëjtat çështje, të kesh metër të një gjykimi. Ose ndryshe nuk mundesh këta të njerëkës dhe këta të nënës, se s'ka kuptim më zotëri nderuar. E treta që është shumë e rëndësishme dhe këtu pastaj kjo është profesionale. Këtu duhet të heqet një herë mirë, po a ka mundësi më, nuk e di, a më dëgjon, a ka një gjyqtar që më dëgjon dhe thotë domethënë, po ta bëjmë se s'ka kuptim kjo histori. Këtu nuk duhet shkojmë për mas sigurimi personal, asnjë, kur është çështja në hetim. Çfarë do më thonë, valla, ti po më heton mua? Dhe më rras me në Hamburg. Po sikur tani pa fajshëm unë? Që do me thonë kjo, mor? Roja çmendurimo, nuk duhet të arrestohet asnjë person për çështje në hetim. Kur ti shkon dhe i thua, unë ty të marr të pamdehur, po, atë është po zotëri nderuar. Këtu ke duhet të kërkosh mas pastaj, në bazë të veprës penale që ti ngre. Okay. Si në rastin konkret me zonjën Belinda Balluku. Se të nëse mua më thua që zonja Belinda Balluku e tohet për 7 raste të njëjta të nazës edhe të mirë, atëherë më le të prezantoj çështjen e dytë apo do të rridhe pak të ta mbyll këtë pra. Mbyll këtë, okay. Nëse ti më thua mua për këtë gjë, ke 7 raste, po pse Erjon Velia është në burg? Dhe Erjon Velia 7-8 raste. Rrezikonte provat, kështu vendos. Domethënë Erjon Velia rrezikon provat, Belinda Balluku jo,
Po e kërkon. Ore, po të thëmë një herë tjetër. E more, kuptova logjik. Po kërkon spaku heqin e riris. Ore, për prishjen e provave. Gjeti ti do të Jo. Unë po flas në teorinë e gjës më zotëri nderuar. Unë po flas e po them që kjo zonja Melinda Kaçanaj, që sot është në arrest shtëpie, në qoftë se ti ke krijuar bindjen që ke grup të strukturuar kriminal, duhet të jetë në burg më zotëri. Nuk mund të jetë arrest shtëpie. Ka një politikë më lehtësuese për zonjat? Spaku e që kanë ndjekur në rrugë. Pse duhet ta ketë? Nuk e di pse. A kërkuan parazi gjinore neve? A duhet imi të barabartë, ato barabartë me ne? Pse të kështu apo se kuptoj këtë historinë e kësaja? Apo duhet njëllimi të gjithë shtatzanë, si puna e asaj zonjës Velia që të dali nga... Do në të relaksohesh pak? Unë i relaksoj jam, se ku shof kështu, bile unë i relaksoj edhe për gjë tjetër dhe mbyll këtu. Edhe për një gjë tjetër. Nardi. Jam aq i relaksoj sa kur shikoj edhe në krahun tjetër, domethënë që zbzan fare, them këtu. O Nardi. Shiko. E di pse? Prit. Jo më kanë dalë protest. Kanë dalë protest dhe në Karaj. Mirë. Se nuk e shkuar ti është tjetër gjë se ke parë. Mirë, në rregull. Dolën protest për të rrezuar Ramën dhe shkarkuar nervis italian. Kaq që është arritje e madhe. E ke marrë vesh ngjarjen e fundit në burgjet shqiptare ti për atë rrahjen që ka ndodhur? Çka ka ndodhur? Që në Rahur, është Rahur ai dhëndri i Qazim Sejdinit në burg. Sukolstan Xhaktari? Po, e di ti që është Rahur? Keqes. Unë informacione kam lexuar, po, për plasjen me Bajra. Arsyen pse? Jo, arsye nuk e di. Bast, se kush do bëj drejtuesi i BKH-s, kanë humb bastin. Sepse grupet lobonin dhe kishin siguri se kush do bëj e kush s'do bëj. Dhe kuptova tani? Është ngjarje reale kjo. Kjo është ngjarje reale. Pra, është vënë bast dhe është humbur basti. Dhe ka kërcyt huni, sepse lobimi për e kapjen e këtyre institucioneve qendrore nuk bëhet nga grupi i prokurorëve të KLP-s, të cilët janë të interesuar, po themi, me dashamirësinë më të madhe, që të shkoj në krye të kësaj prokurorie ose të Spakut ose të BK-s, njeriu më i mirë, oficeri më i mirë. Nuk ja dolën dot me Joni Ketën kam përshtypje, sepse ishin nuk ja dolën dot me Joni Ketën kam përshtypje. Me kupton. Por që tendencën e kam, po thua. E kupton tani. Pra grupet kriminale në përburgje vënë baste sepse më përpara kanë lobuar dhe ju është thënë që Andi Bora do jetë drejtor departamentit të informacionit. Dhe në faktikisht Andi Bora nuk vihet. Pra, e thënë ndryshe, nuk e thash kot për Nardin të relaksohesh. Shiko, ne flasim, ne vim, bëjmë një detyrë qytetare në raport me mediat për të komunikuar dhe të treguar të vërtetën sipas asaj çfarë mendojmë ne se është e drejta dhe e vërteta. Po mundet edhe ne ta kemi informacionin e gabuar. Po mundet edhe ne nuk e njohim në detaje procedurën. Por mu më shqetëson një fakt, që asnjë zyrtar i lartë shtetëror përfshi presidentin, kryeministrin, po deshet i dhe avokatin e popullit, po deshet i dhe avokatin e shtetit, po deshet i dhe kryetarin e shërbimit informativ shtetëror, drejtorin e policisë etj., nuk janë të shqetësuar fare se kush e gllabron buxhetin e shtetit. Se për vitin 2026 e kemi 9 miliard, po nuk realizohet, sepse nuk pranojnë mbi 50% e administratës publike, nuk pranojnë të firmosin letra se ju ka hi frika, se janë keq përdorur nga zyrtarët e shtetit. Ky është shqetësimi më i madh që ka një shtet. Është terrorizuar administrata shtetërore nga urdhrat e paligjshëm të ministrave, kryeministrave, sekretarëve të përgjithshëm dhe drejtorëve të përgjithshëm, të cilët ju japin urdhër për të firmosur korrupsion, shpërdorim paras publike. Kjo është situata më e rëndë që kalon shteti shqiptar. Dhe viti 2026 mos u habit fare, edhe pse kemi buxhetin më të madh, nuk do të realizohet se nuk pranojnë të firmosin. Dhe ka zvarritje procedurash për shkak të frikës. Sepse ju thon zyrtarët, ju duhet të punoni për llogarit këtij grupi kriminal që tendri ta morë Andi Bora. Po ato kanë frikë sepse Andi Bora nuk ekziston në QKR. Andi Bora dje ka regjistruar biznesin. Pra, e kuptoni se ku jemi katandis dhe nuk shqetësohet as kryeministri as presidenti i Republikës.
Po nuk shqetësohet askush. Unë realisht nuk e di se sa mund ta përqojmë fjalën, po ne nëpërmjet mediave do ta përqojmë. Sot është një situatë alarmi. Po më habit edhe fakti që autoritetet diplomatike të Shteteve të Bashkimit Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës në Shqipëri rrallë reagojnë ose nuk reagojnë fare. Mos po reagojnë brenda SPAK, Prençi. Zotëri, dhe po reagojnë heshtje. Dëgjoj. Ato kanë shprehur gatishmërinë për mbështetjen e organeve të reja të drejtësisë. Por diplomacia, unë jam plotësisht dakord se ambasada amerikane ka autoritetet të tjera që punojnë me letra gjithë ditën. Problemi është duhet një prononcim publik sepse opinioni publik po vdes. Po vdes nga ngërçi. Edhe thot këtë shtete ka mordjalli. Edhe me të vërtet të bindin, a di si mbindin mund sa qytetarë. Po kurse është shqetësuar opozita, pse shqetësohen amerikanët? Po shiko, opozita shumë në politikë sot, domethënë ma përmbledh shkurt. Shiko, opozita për sa kohë nuk ka një opozitë të pajtuar dhe të bashkuar për te flamujve të partisë, për t'ju kundërvënë të keqes më të madhe që është Edi Rama dhe Partia Socialiste, sekti i grabitjes pasurive, sepse ne thamë që çfarë ka ndodhur, cila është zvarritur, po mos harrojmë se është zvarritur nga SPAK-u për arsye të ndryshme, çështja e organizimit në hetim, fondet i parë, bujqësia është në mjerim, nuk përfiton 112 milion euro çdo vit që i përfiton Maqedonia, i përfiton Kosova, i përfiton Malizi. Po kemi çështje tjera si çështja e bankersit që luajnë shumë miliarda. Në çështjen e fundit do bëj një pyetje. Tërësisht të vjedhur, tërësisht të raskapitur, të pa shpresë. Nuk kanë shpresë tek opozita se nuk i frymzon dhe duhet të luajnë mekanizma të tjera. Normalisht Edi Rama ju tund pasaportën dhe thot vetëm unë ju qen BE. Pa a mund të shkojmë BE ne me një kabinet qeveritar që janë gjithë në burg për vjedhje? Jo, BE s'ta hap derën. E tha Edi Rama në takim me fermerët para 2 ditësh. Çështja e bujqësisë është çështja më e vështirë. Sepse kanë filluar të ankohen fermerët se nuk marrin asnjë grosh. Kanë shkuar nga informacionet që di unë, kanë shkuar tek miqtë mi që janë fermerë, kanë shkuar nga Bashkimi Evropian dhe janë interesuar për legët e i pardit. Unë përpara se të kaloj këtë çështje tjetër, për prezantuar edhe një herë çështjen Balluku, dua që të ndaj me shikuesit krejtësisht një qëndrim personal i pandikuar, qoftë edhe nga media ku unë punoj, mbi situatën që po ndodh. Ajo çfarë është parë në dosjet e fundit të prokurorisë së posaçme SPAK, të paktën akuza që është ngritur është e llatarshme. Gjykata do duhet ta aprovojë në fund nëse zyrtarët e këtyre niveleve të larta qeverisëse apo personazhe të tjerë, siç janë Ergyll Agasi me shok biznesmen e me të tjerë shok të tij, janë realisht përfshirë në këtë histori. Vlerat e parave të cilat kemi lexuar në këto dosje te kalojnë imagjinatën e çdo familje shqiptare. Duke nisur nga familja ime e para dhe më të tjerë familjar, cilët përpiqemi jetojmë dhe punojmë. Nuk do doja kurse si që në një moment të caktuar të jetës, në rinin time, siç jam unë, të shikoja përballë grupe të tilla, të cilësuara nga SPAK kriminale, teksa vjedhin paratë e mia dhe paratë tuaja së bashku. Do të ishte pa imagjinueshme në një shtet demokratik që një biznesmen të merret peng, në dhe me presion nga ana e policisë, kështu thot SPAK, do dua të citoj gjithnjë ata në fjalimin tim, për të mos marrë pjesë në një konkurrencë për të fituar një tender. Këtu konkurrenca e lirë është vrarë. Janë miliarda lekë, cilat neve në mbledhur gjithë këto vite. Dhe problemi më i madh është tek reagimi. Ajo çfarë ne kemi në dorë të bëjmë si qytetar të lirë të këtij vendi, të paktën pjesa jon mediatike është vetëm fjala e lirë. Fjala e cila shpresoj shumë që të vinë në veshin tuaj dhe t'ju ngacmoj, t'ju ngjalli revoltën e brendshme që diçka nuk po shkon mirë. Dhe kur themi që diçka nuk po shkon mirë, asgjë nuk po shkon mirë, gjithçka po shkon keq, dhe duket se
kjo përballje tashmë është midis drejtësisë, qeverisë dhe opozitës, e cila është me busull të humbur. Mirë, këto fjalë kisha për të thënë se, siç e tha edhe Nardi më herët, janë të vështira të gjesh fjalët kur shikon vetën të gjendur në një situatë të tillë. Çështja tjetër ku ne ndalemi është çfarë do ndodh me Belinda Ballukun, përse kuvendi po, le të themi, krijon disa ngërçe ligjore, le të themi Këshilli i Imuniteteve dhe Mandatit, po krijon disa pengesa. Leonard Karaj, çfarë po ndodh aty? Po kërkohet të shtyhet deri në datën 22 janar, le të themi, kjo mbledhja e komisionit për imunitetin. Më e pakta deri aty? Më e pakta, sepse aty tendenca është domethënë që të shkojnë përtej 3 muajve afatit domethënë të parashikuar edhe të mos dalin me një vendim që do të presumohet domethënë që është konsiderohet e zauruar. Tani aty ka një problem shumë të madh në dy palët, si e shoh fund domethënë. E para njëherë, parlamenti nuk mund të jetë gjykatë. Parlamenti është një institucion politik dhe ai komision është një komision politik që do ndali me një raport politik. Nuk mundet të futet parlamenti ose ata 10 deputet që janë aty dhe të marrin letrat dhe të studiojnë letrat e dosjes së Belinda Ballukut. Po e bën një gjë të tillë, çfarë do bëjë gjykata? Ata do dalin me një vendim politik dhe vendimi politik në lidhje me imunitetin është i thjeshtë fare, ata vetë kanë zgjedhur një gjë të tillë. Ne nuk pengojnë drejtësinë në momentin kur na po na vjen një çështje në ligj që ka të bëjë me imunitet, jo me mandatin, mos e ngatrojmë. Nuk i heq kush mandatin zotit Balluku. Imunitetin i heq. Pra, e zhvesh nga ideja domethënë që ti nuk prekesh nga drejtësia apo nga një organ tjetër në mënyrë domethënë jo të pranueshme. Imuniteti për këtë punë është vënë politikisht. Në vetvete, për këtë gjë është vënë. Pra, që ty të mos të kontrollojnë pa ta thënë, që ty të mos të vinte shtëpia pa ta thënë, që ty të mos të arrestojnë pa ta thënë, se ty mua gjithë bashkë neve na arrestojnë pa na thënë. Okay? Kjo është historia. Pra, tani ti nuk mundesh edhe këtu për mendimin tim Spaku ka bërë një gabim. Shkon tani dhe i çon një dosje 11.000 faqe, të paktën të thëna, se unë nuk e di ç'është dosja. Se unë e kisha pyetur në fakt, nuk çonte do 200 gjëra kryesore. Duroj. Se kjo është çmenduri tani. Batuta e Premçit përpara se të funin këtu ishte për një shok të ngushtë të PD-s që nuk shkon deri te faqja 7 e çdo libri që ka lexuar, nëse i ka lexuar deri te faqja 7. Tani un po them këtu, në 11 faqe, 11 foja emrin, nuk ka problem. 11.000 probleme lesë ta bëj protagoniste për këtë. Në 11.000 faqe i bie domethënë që të jenë diku te 30-40 libra, po e marr një libër 300 faqe. Po se bëjë llogaria burr. 11.000 pjesën për 300. Lexon nga ata aty ai shumë s'kan lexuar. Jo po të pyes. E marr vesh, jo po, ta pjestojmë mesatarisht me 300 faqe një libër? Po, 11. Ja, do ta bëj tash 33 bie atëre 11 libra. 33 libra, pjesëtim për po themi ne 280 faqe deri në 35. Po më 39 libra po themi 280 faqe. Okej. Tani kush është nga ata që do lexo ka 30 libra tani për dhënë rezumen e tij në lidhje me atë. Pra është paradoksale, është idioteske, më zotëri nderuar. Gabim nga Spaku ky beson, Po, për mendimin tim. Çfarë mund bëni? Mund bëni dy, nuk ka shkuar ky material, jo, s'ka shkuar. Po, thashë një. Po, e vendosur 16.000, jo, e pranoi Korreshi? Jo. Ta pranoi Korreshi këtë aty është antar i komisionit. Kanë ardhur 16.000 faqe. Aty ka shkuar relacioni me ca prova, jo. Jo. Nëse është kështu. E dyta, edhe në qoftë se, po e marr prap thash tani. Nuk ka arsye që Komisioni i Mandateve aty në parlament fillojnë të i bëjnë gjyqin në thonjza ose mbrojtjen, prokurorin apo gjyqtarin e Belinda Ballukut. Se kanë ata më këtë gjë në dorë. Nuk e kanë ata tagër këtë gjë. Është drejtësia që vendos, është gjykata që vendos për nëse duhet apo jo. Aty është kërkuar zotërin të nderuar më jepni të drejtën e imunitetit. Hiqeni. Se ju e keni në dorë, këtu duhet marrë fund historia e imunitetit. Sigurisht, Sultani Surreli ka një moment tjetër, sepse është normale në funditës, domethënë. Ai e ka pasur dhe ka akoma jo thjesht zëdhënëse, po njeriu domethënë që i ka firmosur të gjitha shkresat të pak nga 2020 e këtej, 2021. Dhe sigurisht që do kishte një qasje sekret tjetër në raport me Belinda Ballukun, me personat e tjetër të cilët i hanin dardha molle fiq, po ai i kishte lëshuar përpara se të vinte te dera. Prandaj e mbron atë, se nuk e mbron sepse vdiq për Belinda Ballukun, mos bëhemi kaq naiv. E mbron pikërisht për këtë asgjë.
Dhe ku e dim ne që në ato përgjimet aty nuk është dhe Edi Rama, më zotëri nderuar. Korreshi tha ka materiale trondice, tha nuk mund të flasë se kanë firmosur, tha, por i beson që do jenë vërtet trondice gjërat që mund të dalin në momentin e dytë. Sepse në momentin e caktuar kur del para 5-6 muajsh vetë Edi Rama dhe thotë të guxojnë këta të Spakut dhe të byros kombëtare të vinë marrin telefonin tim, ka një arsye. Që nuhatur që... Po sigurisht, nuk del kryeministri para 2 javësh që thotë vinë dhe çava me patlake në dorë. Ke parasysh ti? Ka një arsye, më zotëri nderuar. Dhe po mundohet që ta kamufloj historinë politike me atë të drejtësisë, duke thënë, ne nuk do marrim asnjë vendim pa dalë vendimi i gjykatës kushtetuese, që teorikisht, po a shpjegoj njerëzve, nuk ka lidhje me njëra tjetra. Se dhe pyetën ta bërë edhe jashtë emisionit. Nuk ka lidhje. Domethënë, ja ta shpjegoj në shpjegoje pse nuk është kjo lidhje. Kryeministria ka shkuar në gjykatë kushtetuese për 2 gjëra. Heqjen e pezullimit, sepse për shkak se më ke hyrë në kompetencë. Okej, pretendimi tyre. Pretendimi. 2, interpretimin e 103.3 që flet për imunitetin e ministrit. Po, që merr nga deputeti. Si deputet laku. Atë është. E para për heqjen e imunitetit, se më ke hyrë në kompetencë. Andi, unë mund të hyj ty si institucion në kompetencë në momentin kur ti atë kompetencë e ke. Pra, nuk konsiderohet ti s'ke veshur xhup, ke veshur xhaket. Po. Ti më thua mua pse më merr xhupin? Orva, nuk e ke xhupin. Po të marr xhaketën. Po s'ta ka marr pas xhaketën. Okej. Pra, pezullimin e një ministri si kompetencë nuk e ka kryeministri. Ka vetëm emërim dhe shkarkim. Emërimin dhe shkarkimin dhe emërimin e shkarkimit madje. Shkon te presidenti. Po nuk i ka ekskluzive sepse do duhet të marrin votën në parlament dhe dekretimin nga ana e presidentit. Pra as ato nuk i ka ekskluzivitet. Po, se kujtohet rasti Meta që nuk ja jepte nuk ja jepte Ramës të emërimin e vetë Cakën. Gen Cakën. Se jep do të po vetë. Identik. Ja urdhë. Kurse pezullimin nuk e ka kryeministri si kompetencë. Është vetëm ligji për policinë e shtetit që e ka. Edhe po ta ket Nardi. Jo, po pezullimin si mas administrative, kurse gjykata ja ka dhënë pezullimin si mas sigurie, që është ekskluzivitet vetëm i gjykatës. Po. Dhe e treta, tani një gjë që ti nuk e ke, unë nuk kam se si ta ke marr. Okej. E dyta është kjo interpretimi në 103.3. Dhe .3 thot, ministrat gëzojnë imunitetin e deputetit. Tani, o zotëri nderuar, mund të jesh ministër, por nuk je deputet. Dhe prandaj është vënë kjo klauzulë që ata të kishin një lloj mbrojtje, po them. Por ti nuk e lexon dot këtë 9.3 pa ju referuar imunitetit të deputetit. Dhe imuniteti i deputetit rregullohet me 173 kushtetues, që thot një njeri me imunitet nuk i kontrollohet banesa, nuk i kontrollohet telefoni, nuk e arreston dot pa marr lejen nga institucioni përkatës. Kur është vendosur kjo mas sigurimi nga GKK-ja, zoni Zballuku nuk është bërë asnjëherë nga këto gjëra. As telefon, as banesë, as arrest. Asnjëherë nga këto 3. Të bëj një pyetje këtu? Po. Mundem. Po. Se nga që thash u shqetësova kur të ndërpreva. A mundej që kërkesën që po bënte, le të themi, Spaku, që bëri Spaku, që bëri Altin Dumani, ta bënte fillim fare. Jo, ajo është tjetër diskutim se atë do mund ta bënte. A mund ta bënte tani? Mos ta përcaktonte për arrestim dhe qeverie, por na heqin imunitetin për kontroll banese. Ta specifikonte ose mbrapa le të bënte ç'të donte. E ke gabim. Pa këto tjerat i ka konsumuar zotëri. Ka konsumuar. Dëgjoj këtu, Spaku është i detyruar që të shkojë, domethënë nuk mund të fshihet në letra. Shkon për këtë arsye. Për këtë arsye. Shkon nuk është detaj i thjeshtë ky. Ai shkon thotë unë kërkoj arrest. Mund të jetë arrest shtëpia apo arrest me burg, tjetër histori. Po ai shkon për këtë dhe nuk ka lidhje fare. Kurse ajo që e bëra vetë pyetje dhe po ta shpjegoj edhe një herë se e kam gjumur gjithologët që mbrojnë me Instikam. Gjithologët, ata që marrin lekët më burg, që putën duke marrë lek nga Benita Balluku. Gjykata kushtetuese se s'dha një vendim paraprak për këtë. Çfarë vendimi? Këtë nuk e lexon si këtë që e riktheu në detyrë Balluku, nuk e lexon si vendim paraprak që do shkojnë në të njëjtën lim 22 janar. Unë do flas do them edhe këtë dhe pastaj u lodha nuk flas më. Dëgjoj. Do ja prençit. Okej, më dëgjoj një sekondë zotëri nderuar. Gjykata kushtetuese dha një vendim që ngriu, jo pezulloi, termi tamam është ngriu pozicionin. Pra tha, ne këtë çështje do shkojmë ta kalojmë në seancë gjyqësore. Deri në momentin kur ta kalojmë në seancë gjyqësore, ky vendim i dhënë nga gjykata ngrin. Pra bëhet nul për momentin, bëhet nul. Kur të shkojmë në gjykatë në dhomë këshilli në gjykim, mund të japin të drejtë GKK-os ata.
dhe marrë filmi. Tani aty ka ndodhur një diçka o Andi, se ne nuk mund të fshihem vazgishtik. Qa ka ndodhur dhe këta e them me emër se s'kam problem fare. Kjo çështje shkoi në fillim te tresha e gjyqtarëve siç ndodh rëndon. Tresha e gjyqtarëve të seancë paraprake quhet. Relator Sander Beci, gjykatës i dytë Sonila Betja, gjykatës i tretë zonja Marsida Xhafellari. Në rregull? Në seancë paraprake do duhet të ketë unanimitet, pra të tretë jenë dakord. Po, e kalojmë apo se kalojmë? E kalojmë apo se. Në rast se ka qoftë dhe një person nga unë dal kundër. Atëherë çështja kalon tek kolegji i gjyqtarëve. Është me detyrim. Okej. Tani ç'a ndodhi? Sander Beci votoi dhe Marsida Xhafellari votuan kundër Edi Ramës. Po e bëjnë më thjesht historinë. Sonila Betja, e cila është teorikisht është aty, po praktikisht nuk është më gjyqtar kushtetues se është mandati i përfunduar. Okej. Votoi pro Belinda Ballukut. Unë do kisha vënë bast me jetë që Sonila Betja nuk do votonte pro Ballukut, sepse ka votuar, nuk di të ta them dhe nuk futem shumë në kokën e Sonila Betjes, po të them edhe një tjetër. Pritani se s'ka marruar. Kaloi në kolegjin e gjyqtarëve. Te kolegji i gjyqtarëve duhet të kishte me patjetër 5 vota, sepse edhe po të mbaronte po të dilte 4-4, se 8 janë ata, nuk janë 9. Qëndronte fuqi pezullimi. Qëndronte fuqi pezullimi. Deri në momentin e fundit, Andi, deri në momentin më të fundit fare, votat kundër Belinda Ballukut kanë qenë të Ilir Toskës, Marsida Xhaferllarit, të S'ka problem. Një gjyqtare tjetër. Po, sa vota? Dolën 3 tani, te një gjyqtare tjetër nuk më vjen emri dhe Sander Beci, deri në momentin e fundit. 4. Pra me 4 vota, 4 me 4 binte poshtë vendimi i jasë. Çuditërisht Sander Beci, që kishte votuar kundër në seancën paraprake, bëhet pro në seancën gjyqësore në gjykatë kushtetuese. Tani unë naiv jam. Cila është kjo forcë madhore, them unë, që të ndryshoj mendjen më njëri? Se ti s'do një ta çojë fare për gjykim këtë. Po. Ndërkohë, kur erdhi puna këtu, deri në momentin e fundit ishe kundër, pastaj the pa prit se po e çojmë pro. Pra, ne jemi në Shqipëri, miku im. Dhe të i besom, në rast se gjykata kushtetuese të jap drejtë Edi Ramës, Edi Rama këtu do jetë domethënë anije supersonike, do na shesi neve sapuni për djathtë, do thotë shikoni që kisha të drejtun. Okej. Faleminderit Nard. Ne përmbyllim së bashku këtë emision të sotshëm. Shëmsi Prençi, anën juridike ne shpjegoi avokati Nardi. Tani unë dalim ke një deklarate Korreshit, deputeti i Partisë Demokratike, antar i Komisionit të Imunitetit dhe Mandateve, i cili është njohur me këtë dosje, ka firmosur për aktet sekrete, nuk i nxjerr ai, nuk po flasi. I ka lexuar ai. Ka lexuar, besoj ka lexuar një pjesë të relacionit, por tha ka gjëra shumë tronditse tha në dosje që me kohën do dalin. Tani i qëndron kësaj Ja, unë do ta them një fjali lidhur me interpretimin juridik që bëri Nardi. Tashti gjykata kushtetuese ose gjyqtarët e gjykatës kushtetuese të Republikës së Shqipërisë nuk mundet ne t'i konsiderojmë njerëz të përkryer. Ata nga ngutja apo nga presioni, nga shitja apo nga blerja, ne që jemi jurista duhet të pranojmë që kanë hyrë në një fushë që nuk ju takon. Sipas meje. Unë nuk pretendoj se jam jurist sa ata, por e thash një shprehje. Është e thjesht fare. Kryeministri ka kompetencë të emërojë dhe shkarkojë duke i miratuar në parlament. Por si masa administrative, masën shtrënguese, masën e sigurisë, pezullim e ka ekskluzivisht vetëm gjykata, jo spaku, gjykata. Dhe kemi disa raste, është pezulluar nga detyra drejtori i përgjithshëm i policisë Aki Qako për pajisjen MC Keqer në Rinas. Jo pse ai s'kishte imunitet, po ka një mandat 4 vjeçar drejtori i përgjithshëm i policisë. E ka mandat me kohë. Tani, ku qëndron problemi? Nardi e shpjegoi që 3 gjykatësit
nuk e shqyrtuar, ja hodhën topin kolegjit. Kolegji, ashtu si që ka shtyra fatin, më mirë ishte ta leshin mbledhjen 2 javë më vonë, po mos ta shqyrtonte. Se nuk kishte ngutje, nuk e ka detyrim më ngut. Me vendimin, po themi para prak, të ngrirjes së pezullimit nga GJKK-ja, në një farë mënyre në konceptin tim, gjykata kushtetuese, edhe nga blerja apo nga mos blerja, edhe nga papërgjegjshmëria, edhe nga përgjegjësia që kanë për ta mbrojtur kushtetutën, e kanë plagosur organet e reja të drejtësisë. I kanë plagosur rënd. Sepse gjykata kushtetuese, avokati i popullit duhet të shqetësohen për privimin e lirisë të njerëzve të thjeshtë, jo të atyre që me komanda pa komand, të komanduar nga grupet kriminale apo të komanduar nga kryeministri, kanë gllabëruar pasurinë e Shqipërisë, parat e shqiptarëve. Pra duhet të shqetësohen më shumë për gjëra tjera, jo për këtë, që duhet t'i mbrokan Terezin, sepse kryeministri i Shqipërisë pretendoi që kishte një 820 akte në kuadrin e integrimit në Bashkimin Evropian, ndërkohë që na doli që kjo ministër kishte 2 vjet që nuk qante kokë për ministerialin e energjetikës dhe shumë procedura tjera që kishim detyrim në kuadrin e integrimit për t'i bërë, për se ka qa kokën. Pra aty e kishte kohën, aty kishte detyrat dhe si ka bërë. Edhe parat. Kjo është një lojë. Kjo është lojë politike, normalisht kryeministri i Shqipërisë është në hall, duhet ta mbrojë me çdo kusht për të gjitha ato arsyet që tha Nardi. Por problemi është me shqiptarët, a duhet të ndërgjegjësohemi ne për çfarë na kanë vjedh, se bashkëqytetarët e mi në Dibër, kur u pezulluan nga detyra, nga gjykata, veshën shamia të zeza. Edhe plakat e Klosit që kërcenin në fushat elektorale me Belindën. Kur ju hoq pezullimi nga gjykata kushtetuese, ndezën fishek zjarr. E kuptoni që kjo qeveri me propagandën që bën paraprakisht e konsideron këtë qeverin të shenjtë dhe gjykata kushtetuese nuk mund të mbrojë kurse si nuk mund mbrojë korrupsionin e qeverisë shqiptare, sepse populli mund ta konsiderojë të shenjtë, po jo gjykata kushtetuese, sepse janë juristët më të zgjedhur. Po nëse kushtetuesja Asim Vokshi se tani gjitha. Po. Asim Vokshi ka votuar. Jo, Asim Vokshi, Masida Xhafillari dhe Ilir Toska kanë votuar kundër kryeministit, kurse pjesa tjetër, kurse Sander Beci ka ndryshuar votën. Po, tani e bëra këtë fjalin vetëm për të thënë që është situata shumë e rëndë në Shqipëri. Dhe nëse do të ndodhi ajo që ju sapo e konfirmuat që po nëse vetë gjykata ka përdhanë këto, atëherë ne duhet të bindemi që ky shtet që ka vetëm për shtetarët. Sepse ne tham, hajde ta bëjmë me ligj që mos ta arrestohet asnjë person derisa t'i dalë vendimi i gjykatës formës pre. Ta lam dhe atë killerin pa arrestuar derisa të shpallet fajtor. Momenti që shpallet fajtor, ta morëm ta fusim burg. Po, ti fshinë të dhënat në Teams, edhe mos ta gjejmë dot më pastaj. Sepse realisht me veprimet që ka bërë qeveria, po i shmangën përgjegjësisë penale shumë grupe kriminale. Me veprimet që kanë bërë institucionet në varësi të qeverisë, u fshin hyrje daljet e vllajt kryeministit për çështën Zibraka. Dhe a mendoni ju që këto kanë lidhje? Po, se në Aksh, mas si ka dalë çështja e vllajt kryeministit, janë përforcuar gjërat, ku bën ndërhyrje në sistemin Teams nga drejtori i IT-s, si drejtorisë përgjithshme të policisë. Kanë shkuar ish drejtor policie duke dhënë llogari në SPAK për këtë problem, për atë problem. Dhe këtu ka filluar inkriminimi SPAK-u, Akshi gjithmonë ka bërë tendra sekret. Por inkriminimi i procedurave të tendrit pikërisht ka filluar pas çështjeve që kanë dalur në Ka bërë tendra sekret, pa qenë tendra sekret. Po.